Të vit ndodhi që Kosova të votojë para dhe Shqipëria të shkojë në votime pas saj për zgjedhjet parlamentare në të dy vendet. Në Kosovë kishim një fushat diçka më të tensionuar se sa në të kaluarën, me gjuhë pak të rënduar se sa herët e tjera, e ndërsa në Shqipëri për të gjashtën fushat zgjedhore, kreu i majorancës qeverisëse, pra Edi Rama, përdor një gjuhë të egër, armiqësore me urrëtie politike dhe më shumë se politike, me mledh dhe me gjeste prej të çmendurit. Kryeministri i vendit tonë në çdo fjalë përdor dy fyerje të rënda kundër opozitës dhe kundër Partisë Demokratike. Në Kosovë janë vënë gjoba dhe janë marrë masa administrative, sa herë që një nga eksponentët e subjekteve politike ka përdorur gjuhë denigruese për kundërshtarin e tij politik. Gjobi është vënë edhe lëvizjes vetvendosje të kryeministrit Kurti, po ashtu dy subjekte të tjera në opozit. Në Shqipëri askush nuk mban përgjegjësi, askush nuk përgjigjet dhe dënohet sepse në Shqipëri ka rënë shteti. Gjithçka e ka emrin narkoshteti Edi Ramës, as që kujtohet njerëzisë së paku t'i vendos një gjob simbolike Edi Ramës, kur opozitën e quan kënet me zhaba dhe zhapin, kur kryeministri bën si zhapiku, guak, guak, guak. Hesht drejtësia, hesht komisioneri i zgjedhjeve, hesht avokati i popullit, hesht komisioneri për luftën kundër diskriminimit, siç ka heshtur SPAK dhe drejtësia për dosjet e manipulimit të votës 339 dhe 384, kanë frikë shumë të madhe. Në Kosovë nuk pati frikë për të dënuar parti në pushtet me 20.000 euro. Në Shqipëri kanë frikë të thonë një fjalë, mjaft më me fyerje dhe denigrime, me nofka dhe krahasime që as diktatori nuk i bënte në kohën e tij të mizorive. Por me sa duket narkoshteti që nga më mizor se çdo diktaturë ideologjike dhe politike, sepse fati i njerëzve në narkoshtet është në duart e mafjes kriminale dhe vrastare, nuk është në duart e një diktatori politikan. Kur ndonjëherë Shqipëria nuk ka pasur një kryeministër kaq banal, kaq denigrues, kaq mizor me fjalë dhe pse jo edhe në veprime. Edi Rama është i tillë dhe pse përpiqet të hiqet në rastet e tjera si modern, si piktor apo si basketbollist. Edi Rama do të mbahet mend si personazhi politik që bëri gjithçka për të përqarë dhe eliminuar opozitën politike me një synim të vetëm, mbajtjen e pushtetit me çdo kusht. Në Kosovë, secila parti politike garoi përmes një projekti politik, ekonomik dhe për sigurinë. Asnjëra prej tyre në majorancë ose në opozit nuk u fshe pas akuzave ndaj kundërshtarit politik, por parashtroi përpara publikut alternativën e vet për zhvillimin dhe prosperitetin. Në Shqipëri, edhe në fushatën e sotme elektorale ka vetëm retorik fyese dhe denigrimi nga ana kreu të majorancës, njëkohësisht kryeministër i Shqipërisë. Ndërkohë që opozita shqiptare dhe kreu i saj SPAK-u deri më sot nuk kanë përdorur asnjë nofk fyese ndaj kreut të ekzekutivit shqiptar, vetëm ka akuzuar politikan të lartë të majorancës, përfshirë kryeministrin, për bashkëpunim me krimin organizuar dhe për korrupsion. Duket se edhe kjo fazë akuzave po ka përcehet për t'i lënë vendin alternativës së qeverisjes, alternativës së zgjedhjeve nga ana e opozitës shqiptare. Opozita tashmë është e detyruar që fushatën zgjedhore ta zhvillojë sipas skemës së mentorit të saj, amerikanit të famshëm Chris Lasivita. Qoftë dhe për këtë arsye Partia Demokratike ka detyrimin të respektojë etikën në fushatën elektorale. Por pala tjetër, majoranca e përfaqësuar nga kryeministri Rama bën të kundërtën, në vend të programit ka lëshuar edhe kësaj radhe si alternativë fyerjen dhe linçimin. Nuk dihet se si dhe sa do e shesë Edi Rama këtë metodë perverse të bërit fushat elektorale, por diçka është e qartë, atij po i ngushtohet çdo ditë dhe më shumë laku. Nuk ka më hapësirë dhe liri nga ndërkombëtarët që të sillet si kreu i narkoshtetit ndaj zgjedhjeve dhe opozitës. Nuk është pak kjo, apo jo?